qenë fëmijë i ri, kemi bërë arsimin 8 vjeçar, kaluam rinin, u burruam, u martuam, dhe Zoti na e mori përpara kohë Kujtim Ajaci. Kujtim Ajaci është vlerësuar nga pushteti lokal, nga federata dhe nga shumë institucione të tjera. Por të gjitha këto janë gjëra shumë të vogla përtej madhështisë së këtij njeriu. Për çfarë bëri ai si futbollist dhe si qytetar model i qytetit Fierit. Doja të ndaja me ju, miqtë e mi, disa momente përtej futbollit, se për futbollin ka kush flet. Me profesor Pirua flasin shokët e tij dhe plot njerëz që janë specialistë kësaj fushë. Doja të ndaja me ju famën, si administroi Kujtim Ajaci famën. Si që dini miqtë e mi, fama është helmi më i madh për njerëzit e suksesshëm. Por modestia e këtij njeriu dhe njerëzillëku që kishte ai e kaloi në mënyrën më të mirë. Me dashurinë për miq, për shok, për familjen, ishte njeriu i gjithë qytetit. Kujtim Ajaci u lind nga 2 prindër mirë dhe 2 motra shumë të dashura. Dhe po me këtë dashuri krijoi familjen e vet, me gruan e tij lidhën dhe me 3 fëmijët e tij. Kujtim Ajaci ishte një futbollist i madh, siç quhet legjendë e futbollit fierak, por ishte edhe një qytetar i devotshëm. Ishte një qytetar model. Besoj në takon neve të gjithëve që shembullin e Kujtim Ajacit ta promovojmë dhe të mos e harrojmë kurrë. Shembulli i tij besoj për gjithë brezat e ardhshëm shërben si një burim optimizmi dhe një shembull ku mund të përshtasim gjitha lojën e futbollit, njeriu e mirë, qytetarin e mirë dhe qytetarin model të qytetit. Si qytetar model i këtij qyteti, besoj se meriton respektin e duhur në këtë qytet, siç e ka dashur atëherë, e do sot dhe ka për ta dashur për të jetën. Besoj se jeni koshient anë mbar botës ku ka fierak, po të zësh emrin e Kujtim Ajacit, të gjithë ndjen nostalgjik. Pra është kjo nostalgji që na mbledh neve këtu sot dhe që na bën të jemi krenar për të bust që miqtë e tij e kanë ngritur në piedestal. Doja të bëj edhe një thirrje të gjithë dashamirësve të sportit. Ky qytet ka memorie. Siç ka memorie në gjitha fushat e jetës, duhet të ketë memorie edhe për sportin. Prandaj na takon ne të gjithëve që këto figura, si Kujtim Ajaci dhe të tjerë sportistë të këtij qyteti, t'i promovojmë dhe t'i jahu përcjellim brezave të ardhshëm. Ju falenderoj.